Motofest Shkodra 2025 ka dhuruar spektakël dhe adrenalin në Shkodër për 3 net me radhë. Rreth 200 të pasionuar pas motorëve kanë zbarkuar në qytet, duke zhvilluar një paradë impresionuese nëpër rrugët e Shkodrës dhe më pas janë bashkuar në një festë të madhe me muzikë dhe atmosferë elektrizuese në sheshin Parabashkisë. Të ardhur nga i gjithë rajoni, por edhe nga jashtë vendit, pjesëmarrësit shprehin entuziazmin e tyre duke theksuar se është gjithmonë kënaqësi të jesh në Shkodër. Nga Gjagova, Shkodra, komplet. E du Shkodrën, e du shumë Shkodrën. Era parë me motor, jo, kena ardhur dhe herë tjera, për qef, me shumë. Nga Shqipëria dhe nga Italia, po kemi ardhur e nga për këtu. Drejtoj një biznes prej shumë vitesh, që është aja 2. Prej 20 vitesh jemi në treg, mbështesim çdo motorist, ishte një organizim që duhej bërë, i mungonte, me padurime kemi pritur dhe ja ku jemi. Gjithçka shumë e bukur. Unë nuk arrija të merja pjesë 2 net e para, edhe pse mora një feedback shumë të pastër, po jam këtu për ta shijuar ditën e fundit që besoj është nga më të bukurat. Unë jam i vetmi shkodran për sa i përket klubit Albanian Bikers. Është një nder i madh këtë qytet me ardha dhe pse jena të 30 vjet kërbet. Pasioni jonë është gjithmonë i madh, domethënë na kena 20 vjet që jena si klub, jena i pari klub shqiptar që njihna në rang internacional, se jena me gjitha rregullat, domethënë për sa i përket klubeve më të mëdha të botës. Ska gjë më të bukur se marrë dhe herë Shkodër Losin me pa. Organizimi është spektakël si gjithmonë. Shkodra nuk është kurit kur. Gjithmonë, si thojnë, number 1. Edhe i uroj tantë mirë dhe kësaj bote këtij qytet. Të gjithë jena punëtor, të gjithë jena domethënë që majnë familjet, gjaja e parë për ne është majnë familjet, të vazhdojmë përpara, të vazhdojmë jetën normale si gjithë tjerë. Për një motori është si puna e asaj, ka një film ku ka një vogël, Alice botën e çuditërave. Motori për ne na largon nga stresi, na largon nga monotonia e jetës, domethënë normale. Është një gjë që bile kena i thani në motociklistat që kur dalim me motor sa hatin lene të shtëpia. Unë e disa herë vi në Shkodër, edhe pse na jemi Kosova Shqipëri, po unë jetoj në Cyri, ndryshe jam në klubin Stirlings, edhe sa herë që kem festa në Shqipëri, unë vi me gjithë shef prej Cyrit këtu, edhe kënaqemi. Kjo është arsyeja domethënë që Shkodra dhe Shqipëria është shumë e bukur. Sot po ndina sigur në shtëpi teme. Festa kulmoi me performancën e grupit të njohur Elita 5, ku 10 shkodranëve të ftuar festuan së bashku në një mbrëmje të veçantë në eventin e realizuar nga Bashkia Shkodër.